Një sasi e madhe armatimit u gjatë brenda një objekti që i përket politikanit serb të Kosovës Aleksandar Arsenjević. Të dielën e 22 qershorit, një sasi e madhe armatimit u kap në Vallaq të Zveçanit. Arsenali i armëve u gjatë brenda një objekti që i përket politikanit serb Aleksandar Arsenjević. Kështu pati deklaruar ministri i brendshëm në detyrë Xhelal Sfeqla. Sipas policisë, armët, municioni, granata e dorës dhe zollat ishin gjetur me 2 gypa të plastikës të vendosur në tokë. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Vetan Elshani, tha se Arsenjević nuk ndodhet në Kosovë, por që sipas tij sapo të hyjë në territorin e vendit do të ndalohet. Ne kemi vepruar menjëherë pasi nuk kemi pasur mundësi të presim, sepse është delikate, sidomos për Veriun. Ne kemi informacion që ne e konsiderojmë që mund të jetë i arsyeshëm dhe me dyshim të bazuar ne reagojmë. Kemi shkuar dhe e kemi gjetur armatimin që ju e keni pa. Edhe për neve tani është një person që është me interes për t'u intervistuar. Nuk e kemi arrestuar askënd. Sipas informacioneve që kemi, ai nuk është në Kosovë, sidoqoftë në momentin e parë që do të jetë në kufi, ose do të lajmërohet tek ne, i njëjti do të ndalohet, do të intervistohet e madje varet nga prokuroria për vendimet e mëtejshme, u shpreh Elshani. Ndër të tjerash, Elshani tha se krimet e rënda në Prishtinë po merren me rastin, dhe gjithashtu tha se sasia e gjetur e armatimit konsiderohet e rrezikshme.